Shqipëria ndodhet në periferi të valës së të nxehtit që ka përfshirë Europën. Meteorologët parashikojnë temperaturat e ajrit mbi normale në muajt maj, më të larta pritet të jenë të mërkurën dhe të enjten. Preket dhe vendi ynë duke qenë se qendrën e ka në Europë, por jemi më në periferi të kësaj mase të nxehtë me origjinë afrikane, që dominon gjatë kësaj jave mbi kontinentin e Europës. Qendra ndodhet mbi Mbretërinë e Bashkuar, Spanja, Franca, janë 3 shtetet më të goditura ku dhe vala është më intensive, ku temperaturat shkojnë deri në 40 gradë, ndërkohë që për vendin ton, temperaturat për gjatë këtyre ditëve maksimale të shkojnë deri në 33 gradë Celsius. Vlen të theksohet se ne i referohemi vlerave të temperaturave të ajrit që maten sipas standardeve të Organizatës Botërore të Meteorologjisë, pavarësisht se maten 33, mund të ndjenë më të larta, tha ajo. Në mesjavë meteorologët thonë se do të përjetojmë net tropikale, ndërsa mëngjeset do të ngjasojnë me ato të korrikut. Vlerat më të larta termometri parashikohet të shënojnë ulëtësirën perëndimore. Përveç të rritjes maksimale, shfaqet dhe rritje të temperaturave minimale të natës, ku përgjatë mëngjesit temperaturat në Bregdet 17, në zona të ulta 18 gradë, i afrohen netëve tropikale, temperatura që jemi mësuar t'i përjetojmë në korrik dhe në fillim gushti. Ultësira perëndimore që regjistron temperatura më të larta, Shkodra, Fieri, Elbasani, Tirana, nuk mund t'i quajmë temperatura normale për majin, janë shumë më të larta se normalet shumë vjeçare të muajit, shtoi ajo. Kjo situatë pritet deri më 28 maj, kur meteorologët parashikojnë rikthim të rreshjeve lokale në formë stuhish në zona kodrinore dhe malore, pasojë e përplasjes së masave ajrore të nxehta me ato mesdhetare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.